Dikush interesohet për krijesat në planete tjera. Sa planete ka? A ka në ato planete krijesa tjera? Nëse ka krijesa tjera, a janë njerëz? A janë gjin? A janë melek? A çfarë krijesa janë? Nëse janë ato krijesa, a ju ka dërguar Allahu atyre pejgamber? A kanë ata pejgamber nga lloji i tyre, apo kanë pejgamber nga lloji njerëzor, pejgamberin ton? A do të ringjallen ata në ahiret? A ka për ata xhenet? A ka për ata xhenem? Gjitha këto pyetje janë për gjëra që ty nuk takojnë. Ja që nëse e di që ka krijesa, çka fitove? Ja që nuk e di a ka a nuk ka krijesa, përsëri çka fitove? A flasim ne sot gjëra që nuk na takojnë? A bisedojmë ne në shumë raste për gjëra që nuk na takojnë? A bëjmë ne pyetje për gjëra që nuk na takojnë, qoftë në aspektin fetar, qoftë në aspektin e dunjas?